Ka vende që koha nuk arrin t'i fshi, edhe kur ndryshojnë pamjen, edhe kur marrin emra të rinj, ato vazhdojnë të jetojnë në kujtesën e njerëzve që janë rritur pranë tyre. Janë kujtimet ato që u japin jetë vendeve, ndërsa emrat e vjetër mbetën dëshmitar të historive që nuk janë shkruar në libra, por janë ruajtur brez pas brezi. Një prej këtyre vendeve është edhe Cemi. Për banorët e Manësisë, ai nuk ka qenë kur vetëm një lum. Për dekada me radhë ka qenë vendi ku fëmijët mësuan notin, ku familjet kalonin ditët e gjata të verës, ku të rinjt mbledheshin e ku jeta zhvillohej në ritmin e rrjedhës së ujit. Çdo kthes e lumit kishte emrin e vet, çdo plazh mbante një histori, ndërsa çdo emërtim lidhej me njerëzit, natyrën apo ngjarjet që kishin lënë gjurmë në atë vend. Por koha sjell ndryshime. Disa vende kanë ndryshuar pamje, të tjera janë bërë më të njohura për vizitorët, ndërsa shumë prej emrave që dikur i dinte çdo banor, po zëvendësohen dal nga dal me emërtime të reja. Bashkë me të rrezikojnë të humbasin edhe rrëfimet që për dekada kanë qenë pjesë e identitetit të kësaj treve. Pikrisht për të mos lejuar që këto kujtime të mbeten vetëm në heshtjen e brezit të vjetër, u nisëm përgjatë brigjeve të Cemit së bashku me Ali Beqiraj. Përmes kujtesës së tij rikthyem emrat e dikurshëm të disa prej vendeve më të njohura, duke zbuluar histori që vazhdojnë të jetojnë pas çdo gurri, çdo burimi e çdo kthese të këtij lumi. Ndalesën e parë bëm në Tërgaj. Ali Beqiraj kujton se dikur në këtë vend buronte një gurr me ujë të ftohtë e të kristalt, e cila ishte burimjete për banorët e zonës. Në ditët e nxehta të verës, aty ndaleshin për të freskuar e për të marrë ujë, ndërsa gurrës i atribuohej një rëndësi e veçantë në jetën e përditshme. Pranë saj ndodhej edhe mulliri i ujit, ku banorët sillnin drithrat për t'i bluar. Mulliri i vënë në lëvizje nga fuqia e ujit ishte pjesë e pandashme e jetës së dikurshme dhe një dëshmi e lidhjes së ngushtë të njeriut me natyrën. Sa i përket plazhit, Beqiraj tregon se emri i tij ka mbetur i pandryshuar ndër vite. Megjithatë, nëse dikur brigjet e Cemit frekuentoheshin pothuajse vetëm nga banorët vendas, sot ato vizitohen nga turistë e vizitor nga vende të ndryshme të botës. Ja pra ndodhemi në vendin e Tërgajës. Këtu veti pajmet edhe gurra e cila s'ka shter kurrë, ja pra si ka ardhur sot fati i sajna që rinia edhe pjesa më e madhe e njerëzve që janë as dinë se ku ka ekzistuar as pak. Po ashtu ka ndodhur që edhe vija e mullinit, që shihet pak i hark hala mullini edhe gurte e mullinit, ku ka punuar edhe mullini këtu në Tërgaj, po për fat keq shi shumë gjana që s'kem ditë t'i ruajme këto pasuni e këto dhuntit bukura të mira që na i ka pallon natyra. Pra kishte me qenë e mirë që mos të harrohen këto vende edhe emnat mos t'ja ndrojmë. Në këtë vend, sa kam dieni unë, a kanë vetëm plazha kryesore. E Kurrecit, e Pikals me rrethet e tona, domethënë pjesët malore, kanë ardhur, siç është vera sot e ditë zetë, kanë ardhur këtu kanë bën freski. Ndërsa sot vinë pej gjitha anëve, inshallah s'kan me na ndrua emrin, po det mes Tërgaj, siç kanë se Tërgaja kanë vendi i tubimit, vendi i ngjarjeve historike, ashtu që është mkat nëse lejojmë ta tërnojmë emrin e kësaj. Këtu kishte me qenë e mirë që në çdo vend ku po ekzistohen këto plazhe që po punohen sot me modele të reja, të kenë emrin e ashtu quajtur siç i kanë pas autokton, vetali që i kanë thirrë, edhe është e mirë që mos të harrohen edhe organizata turistike pra e komunës sonë të merret me këto emnesat e gjitha vendeve që ekzistojnë, pra qysh këtyt e manal, kudo që janë, që mos na ndrojë emrin. Kur jemi te gurra, mund të na shëroni pak më detajisht se çfarë konkretisht ishte ajo për gjithë të rinj që ndoshta nuk e kuptojnë këtë term.
Gurra këtu ka dal uji nën toksor, uji i pastër edhe i ftoft, që nuk ke pa nevojë si që kem frigoriferat sot, me freskua as pak, po ka dal uji i fresk, edhe ke mujnë çdo kohë me pije, dhe më thonë, o ka e pastër ton kohën, edhe kënaqësia më e madhe o ka këtu se këtu edhe logu i Tërgajs, kur është ban, 33 kanë ardhur, edhe unë i maj met, pra ta sa nevojë tona që në detaje, që edhe me gota, apo tasa u kanë thonë atyre, gota është kanë ndro gota, e kanë bush vajzat e reja, edhe ka diku e të ranfruta i djali që ka pa qef me njoftua me atë vajzën, me pi ujë, dhe më thënë janë do gjana interesante me ke mirë, që mos dëshduken, po këtu as shihet ma se ka hupë si shumë gjana edhe gurra. Dhe tash sa kohë është që është zhdukur? Paj për pas menimi sem, sigurisht janë 40 vjetë të kaluar me gati. Ndoshta edhe ma vonë, por rana e këta tjetërit e kanë ma vetin edhe mos pastërtia, mos mbajtje, mos mirë mbajtje, ashtu, por, më thonë, u i kam do vjetë, por edhe tjertë ma vonë e kanë majmet ashtu që janë ke knaqësi, pra të vish edhe këtu në Tërgaj të freskohesh, po tash si tona gjanat po i ndrojme, nuk e di der kur ka me ke, por për mos mesën në harres, është e mirë që në arkivin tuaj ndoshta dikuj do t'i përsej kjo punë se ku ndodhen edhe Tërgaja, ku ndodhet edhe Mollini i Tërgajs, ku kanë që shihet hala dhe mori, ku ndodhet edhe gurra shekullore, si me thonë qysh se ka ekzistuar, cemi sigurisht edhe ajo ka asë, edhe u myll, e nuk dihet ma se ku është. Rrugtimin e vazhduam të Lugu i Zi, një vend që sot shumica e njohin si plazha e Podgoricës. Megjithëse emri ka ndryshuar me kalimin e viteve, kujtimet për këtë vend mbeten të gjalla tek ata që kanë përjetuar cemin e dikurshëm. Ali Beqira i kujton se në të kaluaren ky ishte një nga vendet ku mbledheshin kryesisht banorët e zonës përreth. Brigjet e lumit ishin pjesë e përditshmërisë së tyre, ndërsa ujërat e pastra sërëhonin lloje të ndryshme peshqish, mes tyre edhe gjalen, e cila ishte karakteristike për këtë pjesë të cemit. Sot ky vend vizitohet nga njerëz të ardhur nga vise të ndryshme, por për banorët më të vjetër ai mbetet shumë më tepër se një plazh. Është një copës kujtese, ku çdo gur, çdo kthes e lumit dhe çdo emërtim ruan një histori që vazhdon të përcillet brez pas brezi. Gjindemi në plazhën e Lugut të Zi. Këtu i thome Lugu i Zi, në këtë vend që shfillojmë këtu ku ndodhemi pra nga ona e majtë e jona, edhe afrohet e shkon deri t'i kalon rrethin krejt atejt, krejt është Lugu i Zi. Për fat të keq, sa kem dieni edhe siç po shihet,
në këtë plazh, përpara kanë ardhur vetali tonë këtij vendit, domethënë mas tepër më qysh me ardhen e makinëve, kanë ardhur këtu e kanë kaluar ditë bukur njerëzit familjar, e tash po na vinë njerëzit prej Podgoricës e duan me i thënë plazhi i Podgoricës. Është e dëmshme nëse ja ndrojnë emrin, po plazhi i Lugudzi. Këtu atë në këtë plazh njëjtë ka ekzistua edhe vinja e gjallave, se dikur në mramjet ata vetali që i kanë ditë, siç janë këtij vendit të tonë, kanë ardhur dhe kapa gjalla se kapa një kohë, themi peshke gjalla shumë, po me shumë gjana që i devastojmë, ama që i prishim, ashtu atë ne janë prishë edhe gjallat edhe veset e gjanë, por është e mira që pra mos t'i ndrohet emni, po të metet plazha e Lugudzi. Sa e frekuentuar ishte nga vendesita, por edhe nga vizitorët e tjerë? Tashti ma përpara çdo vend, apo çdo mahall, apo çdo vend i ka pa plazhat ku i ka pa më afër, se vonë kanë nis makinë me ardhë e me marë pjesën për këto plazhe në këto gjana. Domethënë besa edhe ka pa ma pak kohë plazhet, se kanë punuar njerëzit në tokën, bujqësie, në blegtorie me të tëna janë marë, por domethënë me ardhjen e kerreve atëherë na kanë ardhur njerëzit e dinë t'i shfrytëzojnë, por pra ta pecekim që mos të ndrohet emni këtyne vendeve, po të mesen autokton apo shul shqip, ashtu siç i kemë thirrë na malsorët e malësisë të këtij vendi. Ju do thotë për një kohë të gjatë mbani mend se është thirrur ashtu, Lugujzi. Lugujzi e pajmet edhe gjyshe, katra gjyshe, stërgjyshe, se i kanë thënë Lugujzi gjithmonë. Edhe është vinja e gjallave në Lugë të Zi, ku kanë edhe të partë tanë kanë ardhur dhe kanë gjuajë gjalla, edhe është veti i gjallave. Po tash nuk dinë njerëzit tash çka janë gjalla, çka janë Lugujzi, çka janë gjëra, po donë me këtë që është, po shprehem kështu, katastrofë fatale, ju ndrua emnat. Një tjetër ndalesë e rrugtimit ishte guri i Varzave, një emërtim që sipas Ali Beqirej ruan kujtime të një kohe kur brigjet e Cemit ishin pjesë e pandashme e jetës së përditshme. Ai na tregoi se ky vend njihej si hapësira ku vajzat mbledheshin për të rrezitur gjatë ditëve të nxehta të verës. Me së zhurmës ujit dhe hijes së pemëve krijoheshin kujtime që edhe sot mbeten të gjalla në rrëfimet e banorëve. Dollemi në vendin e ashtu quajtur në fund Vadeçit. Pra këtu është jazi i cili kanë vënë pritën e ujit, ku ka humb uji për me shkua
në ubël të Mileshit, në Krevenic edhe në Vitoj. Shumë kohë kanë folë vjetrit që këtu në këtë vend ku shihet aty Basnesh, humbja e këtij ujit i ka furnizua me ujat të tjera, edhe si e kanë bën provën për me i vërtetua, kanë qitë në ngjyrën e kuqe këtu, edhe kanë shkuar njerëzit që i kanë quar prit, në Milesh pra, në Krevenic edhe në Vitoj. Më thonë, të tri ato burime kanë pej kësaj ubël ku ndodhemi na sot furnizimin me ujë, pra shihet se edhe ato e kanë ujin e pastër e ujin e mirë pej këtij cemit, pej këtij vendit ku ndodhna na. Ndërsa sot si që ndron situata, do të thotë, është e njëjta? Pa edhe sot në njëjti ujë, por shihet se nuk kanë kujdes njerëzit, vetëm e kanë prish vendit se nuk shihet, vetëm se siç po shihet tu Basnesh, janë gërmalla, janë gur, janë dru, janë zalla, bushe nuk ekziston, a përpara na flas 40-50 vjetëve, pa edhe vendi se ku humb uji, se kemi me dalluar edhe me dorë, sa rreth ja i punuam special ja i punuam në atë kohë, siç kanë thënë ata të më mirë që i kanë pa, është i goditur ubla për me humb edhe për pi ujin, po tash mbushë aso, po hala humb uji aty, dallohet se humb uji aty. Po sa i përket njerëzve do të thotë kanë ardhur këtu, sa i përket plazhës? Këtu në këtë vend ma pak, do më thonë vetëm atje në Rusim, se këtu ma pak, këtu vetëm këta familjar, këto shtëpia këtu të haxhajve që janë pinë këtu, pra ta e cekëm edhe guri i vajzave këtu si shihet aty, i kanë përdor këto shtëpia, vetëm që këtu në haxhajve, po dhe këto janë ke ma pak se kanë jetua manaj, po me ardhjen e tyne këtu atëre kanë ata përdor mastum edhe ata këtu. Çfarë do thotë guri i vajzave? Guri i vajzave thotë se vajzat janë rrezit, janë freskuat, janë është edhe pellgu këtu, pra si të shihet, është i pastër, edhe janë rrezit këtu, vetëm familjarve të vetë, do më thonë vllazën e motra e të kujshia, ata të afërmit, ata se përpara gjithmonë i kanë pa vete çdo kush, do më thonë nuk kanë preferuar me marrë njerëzit pej tjetër ka me u pengua aty në familjarve që janë aty në atë vete, sot e kanë bën, po shprehim ashtu hyrë. E kur jemi tek emrimet, ka mbetur i njëjti? Po, këtu ka mbet i njëjti emër, nuk ka ndruan këtë vend këtu. I njëjti emër është edhe këtu. Ndalesin e rallës së bën të Furrasa, një vend që sipas Ali Beqiraj dikur kishte një rëndësi të veçantë për banorët e zonës.
Ai kujton se nga ky burim furnizoheshin me ujë familje të shumta, mes tyre haxhajt e sipër, shytajt dhe banor të tjerë përreth. Në një kohë ku rrjeti i ujësillësit nuk ekzistonte, burimet e tilla ishin jetike për komunitetin dhe përfasonin një pasuri të çmuar. Sot, shumë kush kalon pranë këtij vendi pa e ditur historinë që ai mbart. Megjithatë, në kujtesën e brezit të vjetër, furrasa mbetet simboli një kohe kur uji ishte shumë më tepër se një nevojë e përditshme. Ishte burim mjete, pikë takim dhe pjesë e pandashme e përditshmërisë së banorëve të Malësisë. Rrëfimi i Ali Beqirajt vazhdoi edhe te vala e Grykollukut dhe plazhi i Grykollukut, vendet që dikur njiheshin nga çdo banor i Malësisë me emërtimet e tyre të trashëguara. Sot shumë vizitor i identifikojnë këto vende sipas restoranteve dhe lokaleve që ndodhen pranë tyre, ndërsa emrat e vjetër po mbeten gjithnjë më shumë në kujtesën e brezit të vjetër. Beqiraj tregon se pikrisht në këtë zonë rrjedh ujë që vazhdon drejt burimit të Ripnicës. Sipas tij, kjo lidhje natyrore ka ekzistuar gjithmonë dhe do të vazhdojë të ekzistojë. Përderisa të ketë ujë në cem, ujë nuk do të mungojë as në atë burim, shprehet ai, duke rikujtuar lidhjen e pandashme që natyra ka krijuar mes këtyre vendeve. Ndodhemi në vendin e ashtu quajtur Grykolluk. Në këtë vend kanë edhe prita apo jazi të cilën para 2500 vjetëve siç datohen edhe thone e kanë godit për me shkua uji në Dukël. Por si tona gjana që i kanë prish edhe këtë jaz, sa ka interesant se me këtë vinjë kësaj pra të ujit ka shkua edhe në për mullinje, kanë shfrytzuar edhe ujin e mullinit, edhe ujin e viaduktit që ka shkua në Dukël në atë kohë, por fal njerëzve, po thë jo ba mirës, po dëmtuos, vetëm duhet të dihet se ku ka ndodhur, se gjeneratat e ardhshme as nuk do të dinë se ka ekzistuar viadukti, domethënë pra ka herë është lumi e veti këto i njoftun me ujë të pastër cemit që e kanë përdorur edhe në kohë të lirëve e Dukëls. Ndërsa tani është do të thotë vala e Grykollukut dhe plazhi, apo jo? Vala e Grykollukut, plazhi, po këtu është me rëndësi se është edhe i vend që humb uji, biga çumbulit, i thone edhe shkon uji drejt në vrella. Domethënë, derisa të ketë ujë këtu cemi, vrellat kurrë nuk shterren. Mund të ekzistojë që cemi mos ketë ujë deri këtu, por vrellat nuk nalen për hir të asaj shpella aty që humb uji e shkon edhe në tonë në tejna. Edhe plazhi sot po kanë marrë krejt ndrrime gjana se tash po ja u ngjesen edhe emrat e kafanat e tjetër, por këtu është plazhi i Grykollukut, siç kem thënë. Por është i frekuentuar, lahen njerëzit, njerëzit këtu në veçanti mas tepërmit përpara kanë ardhur njerëzit e këtij vendit këtu, se çdo zonë ka pa vendin e vet, e kanë ardhur këtu, e janë latë, ndërsa tash e vinë edhe gjithë Malësia, gjithë ka do që mujnë i shfrytëzojnë se kafet i mbledhin edhe ja u kanë te i kaluar gjitha gjanave. Një tjetër ndalesë e rrugtimit tonë ishte Shpellfarka, një vend që sipas Ali Beqiraj dikur kishte një pamje krejt ndryshe nga ajo që shohim sot. Ai tregon se me ndërtimin e rrugës nacionale, peizazhi i dikurshëm u ndryshua dhe Shpellfarka humbi një pjesë të identitetit të saj. Pikrisht këtu mbledheshin banorët e zonës. Shpellfarka nuk ishte thjesht një vend pranë lumit,
por një pikë takim ku zhvilloheshin tubime e takime mes njerëzve. Gjatë ditëve të verës, ajo shndrohej në një oazë freskie, ku shumë familje kalonin orë të tëra pranë ujit. Për fat të keq, thot Ali Beqiraj, sot emri Shpellfarka dëgjohet gjithnjë më rrallë. Shumica njohin këtë pjesë të Cemit si plazhi i Gucis, ndërsa emërtimi i vjetër që mbart një pjesë të historisë dhe kujtesës së këtij vendi, rrezikon të mbetet vetëm në rrëfimet e brezit më të vjetër. E keme dhe Shpellfarkun, po, me ndërtimin e kësaj rrugë që lidh tash me Shqipëri, dhe më thanë, as nuk ekziston ma pamja atynet, por aty dallohet se ku kanë këtë mur, që është këtu në mesin e këtyne dy shtëpiave, aty kanë Shpellfarka që kanë bërë mbledhje njerëzit të tubime gjona, ato kanë dhe bregu e domethënë, por për fat të keq tash i pjesë e madhe e njerëzve nuk e njohën si Shpellfark, po i thonë plazhi i Gucins. Se në veçanti aty bashkohen edhe të tjerë, por qysh se kanë ardhur këta të veriut atje shprehem ashtu, në përveset Kornikut e tjera, ata i kanë shfrytzuar se janë ke ma pak njerëz kësajt, e ashtu tash kanë nisë me i thirrë në bazë të aty në emnat që janë shumë dam, që ja ndrojmë emnat që i kemë pa më të bukur e më të mirë dhe janë këtë lidhuna me histori, se këtu në këtë Shpellfark kanë bërë edhe tubimet, edhe pajtimet, edhe mbledhjet, gjithë farë mbledhjet, po... Me mbani ju mend, apo sipas tregimeve? Shpellën e maj me tonë, se shpella deri tash 2 vjet që është bërë rruga, oke, këndë e bile i hena dikur për para i njeri këtu i Kojshijuni e ka pa ban, edhe ja kanë paqit hotel kashta, sa interesant, oke, ajo, peqina, ajo freskia, ajo krejtë shumë interesant, oke, po tash as nuk ekziston ma, as pak sa myll me mylljet saj, edhe vetë mes që në histori si Shpellfark që ka ekzistuar diku. Dhe në cilën kohë u përdorte më shumë, u bashkoni tjerëzit? Në vera, dhe më thonë kujtohet, aty mas tepërmit se aty ka pash edhe mrize, që janë ke ma poshtë edhe për bakti, mrizet e baktive të nartos edhe njerëzit që i përmetën me këto rrethe kanë jetu edhe pe i baktive e gjanat edhe kohëta të vire, edhe me i mrizu edhe me ulla ujë edhe me i njës prapën balesat malit. Ashtu që tash as s'ka baktia, s'ka mrize, s'ka shpella, nuk ka emna, po i tërnojnë. Por do thotë edhe krahas punëve të shumta ajo që kërkon ai sezoni verore kanë gjetur kohën apo jo ta kalojnë dhe të bashkohen? Gjë normale, se atë nuk ka pa rrymë, nuk ka pa klime, gjona si që po i përdorim na sot, por vetëm i freski janë përdor Cemi. Rrugtimi përgjatë brigjeve të Cemit na riktheu në një kohë ku çdo vend kishte emrin e vet, çdo burim historinë e vet, dhe çdo kujtim lidhej ngushtë me jetën e banorëve të Malësisë. Përmes të rrëfimeve të Ali Beqirajt, shumë prej këtyre emërtimeve u rikthyen sërish në kujtesë, duke dëshmuar se pas tyre fshihen copsa historie që meritojnë të ruhen. Sepse një emër nuk është thjesht një fjalë, ai është kujtesë, identitet dhe dëshmi e brezave që kanë jetuar pranë këtij lumi. Ndërsa koha vazhdon të ndryshojë pamjen e Cemit, rrëfime si këto mbeten mënyra më mirë për të mos lejuar që historia e tij të harrohet. Ky është vetëm fillimi i një udhëtimi në përkujtesën e Cemit. Në pjesën e dytë të këtij reportazhi do të rikthehemi me emërtime të tjera të dikurshme, histori të pathëna dhe kujtime që vazhdojnë të jetojnë në brigjet e këtij lumi.